dashur qytetarë shqiptarë, por më shumë ju qytetarë të Durrësit, të doja të bëja një thirrje për të vënë dorën në zjarr për njeriu që ju keni mundësinë ta votoni. Por faktin se e njoh vetë, e kam patur bashkëpunëtorin më të ngushtë në gjitha betejat civile, gjitha betejat për një ardhmëri më të mirë të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Ai quhet Aulon Kalaja. I njoh me emrin e vet Aulon Bej Kalaja si një person, si një gazetar, po mbi të gjitha, si një qytetar i lirë, pavarësisht se bën pjesë në një parti të caktuar, por do i thosha dhe do i bëja thirrje një herë, në qoftë se doni të votoni për shqiptarinë, mund të votoni Aulon Kalan. Por edhe në qoftë se doni të votoni thjesht për Shqipërinë, ai është djali që mund ta votoni me emrin Aulon Kalaja. Por edhe ju, simpatizant, apo antar, apo dashamirë të një partie të caktuar, mund të votoni prapë Aulon Kalan. Po edhe ju qytetarë të Durrësit, për shkak se keni këtë djalë luftarak i betejave civile të panumërta që kanë patur edhe krah të djathtë, edhe krah të zemrës, ai prapë quhet Aulon Kalaja. Dhe i vetëdijshëm për këtë që po bëj thirrje, sepse duke e njohur këtë djalë, duke mos janë vetë pjesë e parlamentit, dhe mund të bëhet zëvendësimi më i mirë i njerëzve qytetarëve të përgjeshëm, i qytetarëve të përpjekur pikërisht me këta djemë të rinj, që ju përket e ardhmja. Prandaj, kjo është thirrja ime e thjeshtë në këtë vit të fundit të zgjedhjeve për këtë djalë. E do nga familja, e do që lufton për familjen, e do nga paratisi, e do që lufton për flisjet dhe për popujt e Shqipërisë, e do si gazetar, i cili është i papiksuar nga fjala e lirë. Pra, si përfundim, do doja të bëja thirrje edhe një herë për herë të fundit që në doni të votoni për vlerat e shqiptarëve, për vlerat e një parlamentit të mirë, për vlerat e një qytetari të lirë, ai quhet Aulon Kalaja. Prandaj me dorë në zemër e them të gjë që keni rastin të votoni të rinj, ata pa përlyer, ata me burëri, ata për familje, ata kundër popullimit, ata kundër dëmbimit shqiptarëve dhe ata pro shqiptarisë. Kjo është e gjitha. Ju falenderoj shumë, dhe ju dua shumë.